në kuadër të projektit Fuqëzimi ekonomik i grave, të mbështetur nga Ambasada Britanike në Shkup. Sot u zhvillua tema për zhvillimin e politikave dhe buxheteve të përgjithshme me përkatësi gjinore për organet e njësive të vetëqeverisjes lokale. Iniciativa qytetare e femrave Antiko në bashkëpunim me komunën e Kërçovës sot realizoi projektin Fuqëzimi ekonomik i grave, të mbështetur nga Ambasada Britanike në Shkup. Në kuadër të këtij projekti janë planifikuar një sër aktivitetesh që do të kontribuojnë në arritjen e qëllimeve afatgjate dhe të objektivave specifike të projektit. Me fillim të ditës së sotme në kuadër të ciklit të parë do të organizohet trajnim edhe 2 ditë radhazi. Objektivi kryesor i këtij projekti është projektimi dhe pilotimi i një modeli të qasjes në pjesëmarrje participative të bazuar në dëshmi në favor të zhvillimit të politikave gjinore për fuqizimin ekonomik të grave në komunën e Kërçovës. U shpreh Gjynere Nebiu, kryetare e projektit, me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit ndërsektorial ndërmjet institucioneve relevante komunale dhe organizatat e shoqërisë civile në të gjitha fazat dhe aktivitetet e planifikuara të projektit. Pjesëmarrja do të jetë e përbashkët edhe 2 ditë në vijim me përfaqësues në pozita udhëheqëse nga institucionet përkatëse të komunës së Kërçovës dhe përfaqësues të organeve udhëheqëse nga organizatat jo qeveritare që i trajtojnë çështjet gjinore, të drejtat e njeriut dhe zhvillimin ekonomik. Momentalisht jemi në Kërçovë, për arsye se jemi duke organizuar një seminar që ka të bëjë me përforcimin e grave në tregun e punës, do të them përforcim ekonomik të grave në komunën e Kërçovës dhe në komunën e Manastirit. Qëllimi është kryesor që të bëjmë trajnimin dhe rritjen e kapacitetit, avancimin e kapaciteteve të shoqërisë, të organizatave të shoqërisë civile, por njëkohësisht edhe të administratës lokale në krijimin e politikave të ndërgjegjshme gjinore. Edhe atë për arritjen e barazisë gjinore, sidomos për arritjen e avancimin e pozitës së gruas në sferën ekonomike dhe në, do të thënë, me përforcimin ekonomik, me avancimin, fuqizimin ekonomik të saj, që të formon, që të zhvillon biznese dhe të jetë si përmarrëse. Një prej aktiviteteve tjera që do të thënë në projekti është i financuar nga Ambasada e Britanisë së Madhe në Shkup dhe do të realizojmë zgjat deri në mars dhe do të realizojmë një sër aktivitetesh. Në fillim nga muaji maj qershor kishim një hulumtim, një studim i cili kishte të bëjë që të analizojmë se sa në Kërçovë ka kushte të volitshme për zhvillimin edhe për përkrahjen e grave në këtë sferë. Rezultatet e asaj do t'i shpallim muajin tjetër, për arsye se ky është vetëm seminari i parë ose trajnimi i parë të ciklit të parë në kuadër të projektit ka 3 cikle, në të cilat do të zhvillohen plane, aksionit të komunës për përkrahjen e grave dhe njëkohësisht edhe do të kemi në aksione konkrete në Kërçovë, ku do t'i përkrahim gratë të cilat duan të kyqen në bizniset të vogla ose të miren me sipërmarrësi për gratë.